Rrëfimi im, një sekret që po më djeg shpirtin. Nuk e di si arrita deri këtu. Ndonjëherë më duket sikur gjithçka që po ndodh është një ëndër e keqe nga e cila nuk mund të zgjohem. Unë, një grua që gjithmonë jam përpjekur të bëj gjën e duhur, tani mbaj brenda vetes një barë që më shkatëron çdo ditë. Një sekret që, nëse zbulohet, do të shkatëronte gjithë jetën time, familjen time dhe njeriun që më do më shumë në këtë botë. Jam Dorina, 33 vjeçe, e martuar prej 7 vitesh me Arbenin, burr i mirë, i qetë, i dashur, njeri që gjithmonë më ka qëndruar pranë në çdo vështirësi. Nuk më ka munguar asgjë në martesën tonë. Dashuri, respekt, siguri. Megjithatë, jeta ka mënyrën e saj për të trazuar edhe shpirtin më të qëndrueshëm. Çdo gjë nisi atë natë, një natë që se haroj kurrë, jo për shkak të asaj që ndodhi, por për shkak të asaj që ndjej që prej asaj dite, që prej asaj nate, asgjë s'ka qenë më njësoj. Unë, Dorina, gruaja që dikur e shihte veten si shembull të ndershmërisë dhe përkushtimit, tani jetoj me një sekret që më merr frymën. Kur Arbeni më sheh me dashuri dhe më përqafon, më dhemb shpirti. Ai se di që në barkun tim ndoshta rritet një jetë që nuk është e tij. Dhe çdo herë që më thot, më në fund do të bëhemi prindër, më dridhen duart. Nata që ndryshoi gjithçka. Jeta ime dikur ishte e qetë, e rregullt dhe pothuajse e parashikueshme. Çdo mëngjes zgjohem në orën e njëjtë, përgatis kafen për Arbenin, i përshëndesim njëri tjetrin me buzëqeshje, dhe pastaj secili nis ditën e vet. Ai në punë, unë në zyrën e kontabilitetit ku punoj prej 8 vitesh. Në mbrëmje kthehemi, ham darkën bashk, flasim për ditën dhe shpesh e mbyllim me ndonjë film. Një rutinë që dikur më dukej e mrekullueshme, tani më duket si një rreth që më mbyt ngadalë. Nuk është se dua Arbenin. Përkundrazi, ndoshta se kam dashur kur dik aq thellë, por ndoshta dashuria nuk është gjithmonë e mjaftueshme për të mbajtur shpirtin të gjallë. Kishim vite që përpiqeshim të bënim një fëmijë, dhe çdo herë që testi dilte negativ, zemra ime thyhej edhe pak më shumë. Ai më mbështeste, më përqafonte, më thoshte se Zoti do të na e sjellë në kohën e duhur. Por unë ndjeja boshllëkun që rritej midis nesh. Një boshllëk që nuk e mbushnin as përqafimet, as fjalët e buta. Atë periudhë, në jetën tonë erdhi edhe Erioni, vëllai i Arbenit. Kishte humbur punën dhe përkohësisht erdhi të jetonte te ne, derisa të gjente diçka tjetër. Një djalë i qetë, i respektueshëm, i mençur shumë ndryshe nga që kisha menduar. Në fillim isha pak në siklet me praninë e tij në shtëpi, por më vonë u mësova. Ndoshta pak më shumë se ç'duhej. Ditët kalonin dhe stresi i Arbenit për punën dhe përpjekjet e dështuara për të pasur një fëmijë na kishin lodhur të dyve. Ai punonte shumë, shpesh vonohej, dhe unë mbetesha vetëm me mendimet e mia. Erioni më fliste me qetësi, më dëgjonte kur unë flisja për zhgënjimin, për ndjenjen e dështimit, për frikën që ndoshta nuk do të bëhesha kurrë nën. Ishte e lehtë të flisje me të. Ai kishte një mënyrë të butë, të sinqertë për të bërë të ndihesh e kuptuar. Një mbrëmje ishte shi. Arbeni nuk ishte ardhur ende. Telefoni i tij nuk përgjigjej, dhe unë isha bërë si në ankth. Kishte pasur disa ditë që ishim ftohur mes nesh, pothuajse nuk flisnim fare. Në shtëpi mbretëronte heshtja. Në atë heshtje, fjalët e tepërta, sytë që takohen në çastin e gabuar, mjaftojnë për të ndezur diçka që s'duhet. Nuk dua të kujtoj atë natë, jo sepse dua ta fsheh, por sepse çdo herë që kujtohem, ndjej sikur po më mungon ajri. Nuk di si ndodhi, nuk di pse nuk u ndalëm. Ishte një gabim, një çast i dobësisë që do të më ndëshkojë gjithë jetën. Të nesërmen, nuk mund t'i shihja sytë e askujt, as të tit, as të Arbenit. Erioni i ku disa ditë më vonë. Tha se kishte gjetur punë në një qytet tjetër, dhe ndoshta ishte më mirë ashtu. Shtëpia mbeti e heshtur, por brenda meje shpërthente një furtunë që askush nuk e dinte. Kaluan javë, fillova të ndihesha e lodhur, e përgjumur, e çuditshme. Në fillim mendova se ishte stresi, pastaj ndoshta ndonjë sëmundje e vogël, por kur pash testin me 2 vija roz, më dridhen duart. E lash mbi lavaman dhe u ula në dysheme, pa frym. Pasi vite të tëra isha lutur për këtë moment, tani e ndjeja si mallkim. Kur Arbeni hyri në dhomë dhe pa fytyrën time, më përqafoi me lot në sy. Ai se dinte çfarë do të thoshte ajo shenjë për mua. Ai mendonte se më në fund ëndra jon ishte bërë realitet. Dorina, dashuria ime, do të bëhemi prindër, më tha me zë të dridhur nga gëzimi. Unë vetëm qava, dhe ai mendoi se ishin lot lumturie, që nga ajo ditë, çdo mëngjes zgjohem me ndjenjën e frikës. E dua jetën që rritet brenda meje,
por më të meron e vërteta që fshihet pas saj. Çdo vizitë te mjeku, çdo zë që më përgëzon, më dhem. Çdo herë që Arbeni më prek barkun dhe më flet me butësi, më duket sikur e tradhtoj për herë të dytë. Kam menduar ta them, kam menduar t'i tregoj gjithçka, por pastaj e shoh fytyrën e tij, sytë që shkëlqejnë, duar që mbrojnë barkun tim, plane që bëm për të ardhmen, dhe smundem. Do ta shkatëroja. Do të shkatëroja edhe atë fëmijë që s'ka faj për asgjë. Çdo ditë jetoj mes frikës dhe dashurisë. Ndonjëherë pyes veten, çfarë është më e drejtë? E vërteta që mund të shkatërroj gjithçka, apo gënjeshtra që mban gjallë një familje? Nuk kam përgjigje. Dhe ndoshta as Zoti nuk e di më çfarë është drejt në këtë histori. Ditët pas lajmit të shtatzënisë kalonin me slotëve të përmbajtur dhe buzëqeshjeve të reme. Arbeni ishte më i lumtur se kurrë. Ai zgjoheshte herët, përgatiste mëngjesin për mua, më sillte lule, më puthte barkun e më fliste me zë të butë. Do jesh nëna më e mirë në botë, Dorina. Çdo herë që e dëgjoja këtë, ndihesha si një mëkatare që po jetonte me bekimin e dikujt që se meritonte të gënjej. Çdo natë, kur ai flinte pranë meje, unë rria zgjuar dhe dëgjoja frymën e tij. Mendoja se si një dashuri aq e pastër mund të ekzistonte për krah një gënjeshtre kaq të rëndë. Muajt kaluan. Barku filloi të më rumbullakohej, dhe bashkë me të, edhe frika ime. Kishte net kur çaja në heshtje në tualet, që askush të mos më dëgjonte. Më dukej sikur gjithë bota më shikonte me gisht, edhe pse askush se dinte. Më tmeronte mendimi se diku, e vërteta do të dilte. Në muajin e 4, Erioni u kthye në qytet. Nuk e dija as vetë si ndihesha kur mora vesh. Një tronditje e papërshkrueshme më përshkoi trupin. Se kisha parë që prej asaj nate, as e dija si të reagoja. Ai më dërgoi një mesazh të shkurtër. Kam dëgjuar që je shtatzën. Uroj të jesh mirë. E lexova 10 herë atë mesazh, pa ditur çfarë të mendoj. Mos valla ai e kishte kuptuar, apo thjesht kishte dashur të tregonte mirësjellje. E fshiva mesazhin menjëherë, sikur fshirja të mund të zhdukte edhe kujtimet. Por kujtimet nuk fshihen. As faji. Një mbrëmje, Arbeni më tha, do taftojmë Erionin për darkë. Ka shumë kohë që se kemi parë, është koha të ribashkohet familja. Zemra më ra në fund të barkut. Ndjeva sikur po më merrej fryma. I thash që s'isha mirë, që isha e lodhur, por ai nguli këmbë. Nuk kishte asnjë arsye për ta refuzuar. Për të, Erioni ishte thjesht vëllai që donte të kalonte pak kohë me ne. Për mua, ai ishte kujtimi i një mëkati që nuk vdes. Kur ai erdhi atë natë, e ndjeva tensionin në ajër. Arbeni ishte i qeshur, i gëzuar, ndërsa unë përpiqesha të fshehja dridhjen e duarve. Erioni u soll me kujdes, me fjalë të pakta, por sytë tanë u takuan për një sekondë. Dhe ajo sekondë më vrau më shumë se gjithë muajt e fundit. Ishte një shikim që fliste pa zë, një përzierje pendese, fajësie dhe frike. Gjatë darkës, Arbeni fliste për planet e së ardhmes, për emra fëmijësh, për dhomën e bebes, për jetën që do të ndryshonte. Unë e dëgjoja, ndërsa në mendjen time ndjeja sikur po jetonte një tjetër film. Nuk isha më në atë tryez, isha në një burg që vete kisha ndërtuar. Kur Erioni iku atë natë, ai më tha një natën e mirë të zbet, pa më parë drejte në sy, por diçka në tonin e zërit të tij më bëri të kuptoj se ai po vuante po aq sa unë. Ai e dinte, dhe ndoshta do ta mbante sekretin si unë, një pakt i heshtur që asnjëri zguxonte ta përmente. Ditët e tjera kaluan me dhimbje të padukshme. Arbeni nuk e vërente ndryshimin tim, por e ndjente. Je bërë më e heshtur kohët e fundit, Dorina. Mos ke ndonjë shqetësim, më pyeti një mëngjes. Jo, thjesht jam lodhur nga shtatzënia, i thash me një buzëqeshje të pavërtet. Ai më besoi, si gjithmonë, dhe pikërisht kjo më rënonte edhe më shumë. Ai e besonte çdo fjalë time. Ai më donte aq shumë, sa as nuk mund ta imagjinonte që unë mund ta lëndoja. Kur arriti muaji i 5, fillova të ndjej lëvizjet e para të bebes. Ishte një ndjesi magjike dhe e dhimbshme njëkohësisht. Çdo herë që ndjeja lëvizjen, një pjesë e imja ndjehej e gjallë, ndërsa tjetra e coptuar. Në ato çaste, unë flisja me beben në heshtje. Ti s'ke faj, nuk do të lejoj të vuash. Do të dua me gjithë shpirtin tim, çfarë do që të ndodh. Ndonjëherë mendoja të ikja, të zhdukesha, të filloja një jetë të re diku larg, ku askush s'më njeh, ku mund të filloja nga e para pa gënjeshtra. Por pastaj kujtoja fytyrën e Arbenit, kujtoja dashurinë e tij, kujtoja gjithçka që kishim ndërtuar bashk, dhe nuk kisha forcë. Në netët e vona,
kur hëna ndriçonte dritaren, ndihesha sikur ajo më shihte me përçmim, sikur më kujtonte se asnjë gënjeshtër nuk mbetet përgjithmonë e fshehtë. Dhe ndoshta një ditë, kur të vi fëmia, do të dalë në dritë ajo e vërtet që kam fshehur aq gjatë. Dhe nëse ajo ditë vjen, nëse gjithçka që kam frikëruar ndodh, nuk e di nëse do të kem forcë të shikoj sytë e Arbenit, sepse në ato sy do të shoh një dashuri të vrarë prej meje. Muaji i shtatëznis erdhi më shpejt se që prisja. Trupi im ndryshonte çdo ditë, por shpirtin e kisha më të rëndë se kurrë. Çdo mëngjes zgjohem me frikën se ndoshta do të ndodh diçka. Një fjalë thënë gabim, një shikim i tepërt, një detaj i vogël që mund të zbulojë gjithçka. Ishte një ndjenjë si të ecje mbi akull të hollë. Çdo hap mund të fundosë. Arbeni ishte përkushtuar plotësisht tek unë. Më mbante në pëllëmb të dorës. Çdo vizitë te mjeku, çdo kontroll, çdo detaj i vogël ishte në dorën e tij. Ai shkruante çdo datë në një blok të vogël që e mbante në xhep, me një përkushtim që të thyente zemrën. Kështu, kur të vi bebi, do të kemi kujtimet e çdo hapi, më thoshte. Nuk i përgjigjesha, sepse fjala kujtime më friksonte. Si mund të ruash kujtimet e diçkaje që u ndërtua mbi një të pavërtetë? Një pasdite, po kthehesha nga klinika dhe në rrugë e pash Erionin. Sytë e tij u ndalën tek unë për një çast. Kishte ndryshuar, më i heshtur, më i lodhur, sikur faji kishte lënë gjurmë edhe në fytyrë. Dorina, tha me një zë që mezi e dëgjova, duhet të flasim. Eca disa hapa mbrapa, sikur të kisha parë një hije. S'ka për çfarë të flasim, Erion, i thash me zë të ulët. Ka, të paktën më lejo të di nëse je mirë. Fjalët e tij më tronditën më shumë se çfarëdo tjetër. Në ato momente ndjeva se zemra do të më shpërthente. Jam mirë, haro gjithçka. Është më mirë kështu, i thash dhe u largova, pa e parë më, por fytyra e tij më ndoqi gjatë gjithë natës. Sytë e tij nuk ishin të një njeriu të ftohtë, ishin sytë e dikujt që po mbante të njëjtin sekret, të njëjtin mallkim. Dhe kjo më friksonte më shumë se gjithçka. Një sekret është i sigurt vetëm kur mbahet nga një njeri. Kur bëhen dy, gjithmonë ka rrezik. Ditët vijuan në ankth. Arbeni nisi të vinte re diçka. Shpesh më gjente të hutuar, duke qarë pa arsye. Dorina, çfarë ke? Nuk dua që stresi të ndikoj tek bebi. Nuk kam asgjë, i thash sërish. Por fytyra e tij tregonte se nuk më besonte plotësisht. Në ato momente, e ndjeja sa e rrezikshme ishte gënjeshtra. Sa më shumë që përpiqesha ta mbyllja, aq më shumë ajo dilte në sipërfaqe përmes syve, frymës, heshtjes. Një mbrëmje, papritur razilja e derës. Arbeni ishte në dhomën tjetër. Kur hapa derën, u përballa me Erionin. Zëri mu dridh. Çfarë bën këtu? Duhet të flasim, Dorina. Të paktën për herë të fundit. Të betohem se s'dua ta prish qetësinë tënde. Arbeni doli në korridor dhe e përqafoi i gëzuar. Më në fund u gjete. Hyr brenda, vëlla. Unë ndjeva se toka po më merrej nën këmbë. Ai hyri brenda, dhe për disa orë ne ishim 3 njerëz në një dhomë. Një burr i lumtur, një grua që dridhej nga brenda, dhe një burr tjetër që fshihte një të vërtet të padurueshme. Kur Arbeni shkoi në kuzhinë për të sjell pijen, Erioni më tha me zë të ulët: "Mos u frikso, nuk do të them asgjë. Kurrë." Por sytë e tij nuk premtonin paqe. Kishte diçka që po e mundonte edhe atë. Pas asaj nate, gjithçka u bë më e rëndë. Ndonjëherë mendoja se ndoshta ai do t'ia thoshte Arbenit nga faji, ose ndoshta një ditë, në ndonjë grindje vëllazërore, e vërteta do të dilte në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Dhe unë nuk mund të bëja asgjë për ta parandaluar. Në muajin e 9, kur bebi pothuajse po vinte, fillova të ndëroja gjëra të çuditshme. Shtëpia DJ, Arbeni më kërkonte në përtym, ndërsa unë baja një foshni në krah që qante dhe thoshte me zë njeriu: "Mami, kush jam unë?" Zgjohesha duke u lëritur. Arbeni më përqafonte i friksuar. "Janë thjesht ëndra nga stresi", më thoshte. Por unë e dija që nuk ishin vetëm ëndra. Ishin thirrje të ndërgjegjes sime, zëri i së vërtetës që kërkonte të dilte. Ditën kur linda, ndjeva një përzierje dhimbjeje dhe frike. Kur dëgjova të qarat e para të bebes, zemra më pushoi për një sekond. Ishte një ndjesi që nuk mund ta përshkruaj, e bukur dhe e dhimbshme njëkohësisht. Arbeni qau nga gëzimi. "Shikoje, Dorina, është i përsosur." Kur ma sollën në krah, nuk munda të ndal lotët. Sytë e tij kishin diçka të njohur. Ishin të thellë, të errët, njësoj si ata të Erionit. U dridha. Mjeku më pyeti nëse isha mirë,
por nuk mund të flisja. Arbeni se kuptoi, por unë po. Në ato qaste kuptova se asnjë sekret nuk qëndron përgjithmoni i fshehtë. Ndonjëherë, e vërteta nuk del me fjalë. Del në formën e syve të një fëmije që të kujton gjithçka që doje të harroje. Koha pas lindjes ishte si një mjegull e dendur ku s'mund të shihja qartë as dritën, as hijen. Ishte një përzierje lodhjeje, dashurie, frike dhe ankthi. Fëmia, që e quajtë Maris, më shikonte me sytë e tij të mëdhenj të errët, dhe çdo herë që e shihja, zemra më shtrihej mes dashurisë dhe fajit. Ai nuk kishte kërkuar të vinte në këtë botë, por tani ishte arsyeja pse unë merja frym, dhe pse nuk mund të fleja dot netëve. Arbeni ishte bërë babai më i përkushtuar që kam parë ndonjëherë. Çdo mëngjes e merrte në krah, i fliste me ëmbëlsi, i këndonte ninulla. Më thoshte se fëmia kishte sytë e tij, dhe unë e pranoja me një buzëqeshje që më dhemte deri në palc. Por brenda vetes, e dija që herët avon, dikush do ta vërente ngjashmërinë që unë se mund ta fshija. Një pasdite, kur Arbeni po shikonte fotot e vjetra familjare, ndaloi tek një foto ku ishin ai dhe Erioni kur ishin fëmijë. Ai qeshi. E di që Arisi i ngjan shumë Erionit kur ishte i vogël, tha me krenari, duke e parë si një detaj i pafajshëm. Gjaku më ngrirë. Të dy kanë të njëjtën formë sysh, njësoj si nëna ime. Është gjenetike, shtoi ai, duke mos e kuptuar se çdo fjalë më therte si thik. Unë s'thash asgjë. U ngrita ngadalë dhe shkova në dhomën tjetër, duke mbajtur frymën që të mos shpërthente në lot. Ditët kalonin, por unë ndjeja se faji po më hante ngadalë. Ndonjëherë, ndërsa Arisi flinte, unë i afrohesha djepit, i prekur faqet dhe i pëshpërisja. Më fal, biri im, nuk do ta dish kurse çfarë ndodhi, por do të dish që të kam dashur më shumë se jetën. Një natë, ndërsa po përgatisja qumshtin, dëgjova Arbenin duke folur në telefon në korridor. Zëri i tij ishte i ulët, por i tensionuar. Po, Erion, e di, por e ke vënë re vet, apo jo? Po të flas nesër. Fjalët më shpuan si gjilpëra. Zemra filloi të më rah fort. Çfarë kishte parë Erioni? Çfarë po i thoshte? Apo vinte fundi? Atë natë nuk fjeta fare. Në mëngjes, Arbeni u ngrit herët dhe doli nga shtëpia pa më thënë asgjë. I pash sytë e tij para se të mbyllte derën. Nuk ishin më sytë e një burri të qetë. Ishin të trazuar, plot dyshim. Ora kalonte ngadalë. Çdo tingull, çdo hap më dukej si paralajmërim. Kur më në fund dera u hap, ai hyri i heshtur, pa më përshëndetur. Dorina, më tha më në fund, duhet të flasim. Fjalët që kisha frikë të dëgjoja për muaj të tërë u than më në fund. Çfarë ke? I thash me zë që mezi më dilte. Ai u ul përballë meje, me duart që i dridheshin. Erioni më tha diçka që s'mund ta kuptoj. Ai tha se ndoshta, Arisi mund të mos jetë im. Nuk mund të lëviza, as të marr frym. Gjithë trupi më ishte mpir. E shikoja dhe prisja që ndoshta do të zgjohem nga ky makth. Dorina, më thuaj që s'është e vërtet. Më tha me lot në sy. Më thuaj që ai ka gabuar. Më thuaj që më beson, që më do, që nuk më ke tradhtuar. Nuk mund të flisja. Lotët më rodhën vetë. Ai e kuptoi para se ta them. Heshtja jon ishte më e fortë se çdo fjalë. Arbeni u ngrit ngadalë, i shokuar. Nuk bërtiti, nuk më fyeu. Thjesht më pa me dhimbje, një dhimbje që as koha se shëron. Pse më pyeti? Pse ma bëre këtë, Dorina? Unë të doja më shumë se gjithçka. Zëri i tij më thyeu. Nuk doja të ndodhte, pëshpërita. Isha e thyer, isha e humbur, ishte një gabim, një çast që se kam dashur kur. E dua vetëm ty. E dua edhe Arisin, më fal, të lutem, më fal. Ai nuk foli më. Mori gjaketën dhe doli nga dera. Ajo derë që u mbyll atë natë më pas su hap më për shumë ditë. Ditët që pasuan ishin si ferë. Unë e mbaja fëmijën në krah dhe qaja. Ai s'më donte më, dhe ndoshta as nuk mund të më shihte më kur njësoj. Erioni më dërgoi një mesazh të gjatë, ku më shkruante. I thash gjithçka, Dorina, s'doja, por s'mund ta mbaja më. Më fal, por ishte më mirë kështu. Tani të paktën ai di të vërtetën. Lexova mesazhin dhe ndjeva sikur gjithë bota u rrëzua mbi mua. Mu duk sikur po mbytesha. Pas disa ditësh, Arbeni u kthye. Fytyra e tij ishte e raskapitur, sytë e fryr nga pagjumësia. E ka menduar gjatë, më tha me zë të ulët. Arisi s'ka faj. Ai është pjesë e teje, dhe unë nuk mund ta urrej, por nuk e di nëse mund të jetoj me këtë plagë. Ndoshta më duhet kohë.
Ai e përqafoi fëmijën, e puthi në ballë, dhe u largua sërish pa kthyer kokën. Unë mbeta vetëm me djepin, me lotët dhe me fajin tim. Në dritaren e erët, pash hijen time dhe mendova se ndoshta ky ishte ndëshkimi im, të jetoj me dashurinë që shkatërova vetë, dhe me një fëmijë që më kujton çdo ditë se një gabim i vetëm mund të ndryshojë gjithë jetën. Mbi një vit, për të qenë sakt, koha mësoi të më mbulonte plagët, por jo t'i shëronte. Çdo mëngjes zgjohem me aromën e qumshtit të ngrohtë dhe zërin e Arisit që më thërret mami, dhe në çdo herë që ai më përqafon, më duket sikur më fal pa e ditur. Ai është dritë në sytë e mi, por edhe kujtesa më e dhimbshme e natës që s'duhej të kishte ndodhur kurrë. Arbeni jetonte veçmas. Nuk u largua shumë, vetëm disa bloqe më tej, në një apartament të vogël, pranë lumit. Nuk më bllokoi, nuk më urreu, por as nuk më kërkoi. Kishim heshtur të dy, ndoshta nga frika se fjalët do ta bënin plagën më të thellë. Ai vinte çdo fundjavë për të parë Arisin. Qëndronte disa orë, e përqafonte, e shëtiste në park, e sillte prap buzëqeshës. E unë e shikoja nga dritarja si një fantazm që zguxon të zbres poshtë. Një ditë, kur u kthye pas një shëtitjeje, më tha pa më parë në sy: "Po mendoj të iki për pak kohë. Ndoshta jashtë vendit. Kam një mundësi pune. Do të vi prap, por më duhet të iki, Dorina." Nuk di më çfarë të ndjej. Zëri i tij ishte i lodhur, si dikuj që është përpjekur shumë për të harruar, por s'ka mundur. "E kuptoj," i thash. "Ndoshta kjo është më e mira për të dy." Fjalët më dolën me vështirësi, sepse në zemër e dija. Çdo hap i tij drejt largësisë ishte si një copës dashurie që më ikte për jetë. Kur u kthye te dera, u ndal. E pash se duart i dridheshin. "Arisi është një fëmijë i mrekullueshëm," tha. "Mos e lëndo kurrë me të vërtetën. Ai s'duhet ta di asnjëherë. Për të, unë do jem gjithmonë babai i tij." Pastaj doli, dhe kjo herë si ishte si të tjerat. Këtë herë ndjeva që do të kalonin muaj, ndoshta vite, pa e parë më. Jeta mori një ritëm të ri, të qetë, të thatë. Unë fillova të punoja përsëri, për të marrë me diçka, për të mbajtur mendjen larg. Netëve, kur Arisi flinte, unë shkruaja në një fletore, si një rrëfim për të çliruar. Nëse ndonjëherë ritesh dhe lexon këtë: "Biri im, dije që çdo gabim që kam bërë, e kam bërë nga dobësia, jo nga mungesa e dashurisë. Ti ishe mrekullia ime më e madhe, edhe pse erdhe nga nata më e errët e jetës sime." Një ditë mora një letër në postë. Ishte nga Arbeni, një zarf i thjesht, pa shumë fjalë. "Dorina, koha më mësoi të jetoj me plagën, por jo ta harroj. Kam kuptuar që falja s'është harresë, por pranim. Tani po mësoj të pranoj. Mos mu përgjigj. Thjesht dije që Arisin do ta dua gjithmonë si të ishte imi. Kujdesu për të dhe për veten." E mbajta letrën në duar për një kohë të gjatë. Më pas, e vendosa në kutinë e kujtimeve të tij, të burrit që më deshi më shumë se çdo njeri, por që unë se dita ta mbroj. Sot, pas disa vitesh, unë jam ndryshe. Arisi është rritur, i gëzuar, i dashur. E ka atë qetësinë që s'di nga e merr, ndoshta nga dashuria që përpiqem t'ia jap çdo ditë. Ai pyet ndonjëherë për babin, dhe unë i them: "Babi të do shumë, por është larg për punë." Dhe ai buzëqesh, si ta kuptonte më mirë se unë vetë. "Ka net që ende çaj, por jo më nga pendesa. Çaj nga lehtësimi, nga fakti që ndoshta, në fund të fundit, dashuria dhe falja kanë forma të ndryshme. Nga një herë, falja nuk është kthim, është vetëm një mënyrë e heshtur për të ecur përpara." Në dritaren e dhomës son, drita e mëngjesit bie mbi fytyrën e Arisit. Ai hap syt dhe më thot: "Mami, pse qesh?" Unë e përqafoj fort dhe i pëshpëris, sepse ti e arsyeja pse unë s'kam hequr dorë nga jeta. Dhe ndoshta, në thellësi, Arbeni e di që çdo herë që përmend emrin e djalit ton, një pjesë e dashurisë son të vjetër ende jeton diku, në heshtje, në paqe, në kujtesë.